Presidenti Trump dhe FDR, Roosevelti kanë shumë përbashkët. Roosevelti mbahet ikonë të majtës amerikane. Natyrisht, stili tyre është ndryshëm. Roosevelti ishte i heshtur, Trump është i zhurmshëm. Por si Roosevelt, edhe Trump nuk i jepshin shumë rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit, çfarë mendojnë njerëzit të thjeshtë. Hiç. Roosevelti ishte një patric, rrithte nga një familje aristokrate dhe udhëhiqte, drejtonte duke i parë njerëzit nga lart poshtë. Trump vjen nga familje e pasur, por e njeh realitetin. Ka jetuar me njerëz të thjeshtë, ka bërë biznes me ta, pra është populist. Këtu ndryshon. Duket habitshme se si Trump ka thritur në qeveri të drejtojë Elon Musk de facto duket si president. Por dhe FDR pa të thirrur Harry Hopkins. Ky ishte djali i tij i cili jetoi në shtëpinë e bardhë, thiri me vetë të gjithë shokët e Ivy League të universitetit të tij dhe ata drejtuan. Roosevelti e përbuste burokracinë e Washingtonit. Të njëjtën gjë dhe Trump. Por Roosevelti nuk kishte shumë rëndësi burokracia, por planet e tij. Nuk rinte në zyrë. Udhtonte me tren, Hudson, në Kanada, në ishull, Trump shkon në Mar-a-Lago, luan golf, shumë pak kohë shpenzon për punët e qeverisë, të jemi realist. Përse Rooseveltit i tolerohet Hopkins dhe Trumpit jo. Të dy ishin njerëz të mërzitshëm dhe që mërziteshin shpesh. Janë kujtimet e gruas Rooseveltit, Eleanor, që e tregojnë qartë këtë. Por bashkëshortja e Trumpit thuaj se nuk shkon fare në shtëpinë e bardhë. Njerëz të mërzitshëm. Narcisist? Po. Roosevelti mbahet si nga ikonat e presidentëve amerikanë. Mbas edhe Trump ka këtë shans historik. Roosevelti ishte i dobët. Aq sa Churchilli është habitur shumë nga dobësia e tij, por Roosevelti nuk donte të dinte se ç'mendonte Churchill. Roosevelti lajkatonte shumë Stalinin, idhullin e diktatorit kriminalit Putin, që lajkatohet sot nga Trump. Por Roosevelti e dinte që Stalini ishte vrasës masiv. Por duhej që ndalonte luftën dhe të fitonte. Me përjashtim të generalit George Patton, i cili ishte për të shkatruar Stalinin dhe Bashkimin Sovjetik, të gjithë ishin me Roosevelt. Roosevelti dhe Trump kanë përbashkët të tjera. Trump deporton pa pyetur ligjin dhe ka drejt për disa kriminal terrorist, por shtypi media majtë në mbyt. Me Rooseveltin ka qenë tjetër. Median e kishte në xhep. Ai mori japonez amerikanë dhe internoi. Kamp e internimi. Media nuk i bëri kritika fare. Pra, se sa të bëhet zhurmë e cekët, një mendim i thjesht, një njëri i thjesht. Shikoni faktet. Trump është rrugë drejt. Kërkon paqen Rusisë me Ukrainën, e di që Putin i zhrasës, por është shumë herë më i keq se sa Stalini i Rooseveltit. Ndaj, duhet shikoni faktet.